në qarqe të ndryshme. Gjithsesi, edhe kjo që ka pëndodhë në LDK është shumë interesante me po. Uroj të mos jetë, dhe më thonë, vetëm një dram e lojtë të vetë, uroj të ketë vërtetësi në kretë këtë demokracinë e brendshme që po thuhet e po luhet, sepse mua më është dukur... Po mua më është dukur si një skenare, kom thonë këtu dhe para një viti bashkë me ty, sepse vjetë, për shambull, gjatë gjithë vitit LDK-ja ka qene pa definume a dëshiron me mbajt anën e Zotrit Kurti, a dëshiron ka pas mundësi me bo një qeveri të opozitës, nëse të kujtohet në vitin 2025, kemi pas numra për me bo një qeveri të opozitës, por Lidha Demokratike e Kosovës ka qene pa përcaktuar, që për mu ka qenë shumë e çuditshme, sepse nëse je parti politike dush me ditë ku po qëndron, jo me qëndru në salë dhe mos me votu kur gjo. Dhe më duket sikur një pritje për ta përfunduar Zonja Osmani pjesën e vetë, do me thonë, të mandatit si presidente që pastaj të ketë një mundësi për rikthim, sepse nëse ne kishim bërë institucione në vitin 2025, përfundimi mandatit të Zonjës Osmani kishte lënë atë pa një adresë politike. Sot qëndron kjo, ty di si Zoti Abdizhiku e pa premtu qeverinë e tranzicionit. Qka nuk kupton qeveria tranzicionit? Qka nuk kupton që krejt me hina në qeveri? Jo bre fidan, po na du me qenë maturu, një aftushëm. A menon si shkon zgjidhjen e qeveri opozitës, prap këshim pas zgjedhje. Nuk i këshim i vitu situatën edhe krizat. Po qeveria tranzicionit ka qenë vetëm për me kaluat situatë. Shikon, as kemi pas situatë emergjente në kuptimin e luftës ose... Edhe një qeveri e 2025-ës nuk i kish përcaktu zgjedhjen e problemit final, zgjedhjen e presidentit. Nuk e dim pa e provu, po ka kish qenë ma mirë se me pas 2 vite shterp pa institucione. Gjithmonë është ma mirë. S'po di qysh me ta spjegu, është gjithmonë ma mirë, kur ka institucion dhe kur ka llogaridhënie. Ku vendi është jo funksional tash e 2 vite. Ne, do me thonë, atakohem edhe si opozit, pëse nuk shkrujmë statusën në Facebook, më falë, roli deputetit është me adresu që është jenë ku vend. Statuset në Facebook e në Instagram e kanë nështë tani pesht vetën të politikë bërjes, por roli jonë i vërtet, llogaridhënia e vërtet, do me thonë, detyrat e deputetit janë në ku vend, është institucioni parësor i Kosovës, dhe që aty bëhet llogaridhënia dhe definohen, do me thonë, edhe buxhete, do me thonë, për të gjitha digasteret për kace. Kështu që unë uraj që të ketë maturim mjaftueshëm edhe të ketë, si ta them, mirëbesim mjaftueshëm që edhe të bëhen institucionet. Pare pak e rëndësishme a bëhen me LDK. Është një pyetje. A besoni se Zoti Kurti do t'ia vendit institucione apo e gjitha është një kalkulim, një strategji se tash po flitet që kuvendi është tjerë me të shtatin, bëhet qeveria, e shojnë kuvendin në pushim, nuk njihen ditë deri në gjysmë shtatorit, mandej gjitha matematikat shojnë mundësinë që në 10 orë me pas zgjedhje të jashtëzakonshme. Me pas një derë të qelë Zoti Kurti që në 10 orë të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme. Andaj po ta shtoj si pyetje. Se tash nuk e bëj rolin e analistit këtu. Në krejt botin, jo, ju një politikani, një deputete, po flasëm për lëvizje strategjike të një njerëz që bllokoi që 2 vjet institucionet. Për mu, me thonë drejtën, kjo nuk ka të bëj fare. Nëse kjo është strategji politike, për mu kjo është ligësi. Me dopsu vendin, me dopsu institucionet për me mbeti në pushtet dhe për me pas terenin e lirë. Po, e kuptova, pa me raku. Unë vetës i tash me bëj rolin e analistës, se po duna me analizu, do me thonë ping-pongën që zakonisht Zotri Kurti e bën dhe gjithmonë është, më vjen keq që është për të keq, sepse detyra e cilës do parti politike që fiton është për të kriju... Vjen keq për Zotin Kurti? Vjen keq që e shes si mënyrë për me lujt ping-pong kot dhe me mbajt vendin pezull, peng, duke qenë me pas vullnet për mi boj institucionet. Ke fitu burë, bën institucionet. Ne kemi rol, po kemi rol dytësor. Nuk na takon neve me marrë shtafetën dhe me i boj institucionet. Kemi rol dytësor. Dhe aje ka mundësin me eshtru tryezën, me ftu njerëz, me diskutu dhe me kriju hapësir për konsenzus, për dialog dhe për ide se si me shku për para. Ati i takon. Nuk i takon vetëm lavdi i votave, i takon edhe përgjithësia. Prandaj, duesh me e bo, me e lujt atë rol. Dhe nëse përgjithësin që e ke marë, e ke abuzu, në kësilloj forme, tash e 2 vite, abuzim është, për mu është abuzim, po më jenë shumë keq, për mu është abuzim, ndoshta për me kriju profil që unë jem bo 4 herë kryeministër. Unë 4 herë, 3 herë i kom fitu zgjedhjet bi 50% se do me marru një farë historiet vetën, si duke se s'po marrë vesh mu, pse duesh me lumë venin pa institucione. 3 herë kryeministër, 3 herë fitu zgjedhjet, po tu që Zoti Kurti e ka këtë pjesë për te dameve, shkaktimeve, situatës. Si janë mërat i për dame, nëse ati kish interesu për qytetarin e Kosovës, institucionet sot kishin qenë të bëra. Nëse ati kish interesu mi bo institucionet, po qa ka me buaj tjetër, qa ka me kalzu tjetër? S'ka qa me kalzu tjetër. Mas gjatë ju kon kryeministër, shëqër,
mas shumë t'ju kon kryeministër, i zgjedhur, do më thonë 4 herë, do histori du t'mi bo dhaj. Ta shqysh i ka buaj si ka zgjedh mjetet. Politika për vetën dhe për, si ta them, për profilin e vetë, fare pak e rëndësishme për mua jo. Se nuk jo. ja përmen kërë kërë që mundësi, si të kanë tonë se Zoti Kurti ka mangësit, që është të kalumes historike. Dhe ta shpërmaroni farë historiet vetën. Apo kuptan?